Për thonë të drejtën, A e sheh këto si fitore apo si sfidë? kjo është shumë sfidë për ne. Do të qytetarët, ata që të pakten e kuptojnë çka është tragjedia, unë mendoj që duhen me ngrizanin. Kjo çka po ndodh tash është jashtë të gjitha normave. Ose në dokumente lexohet që duhet me revitalizu edhe qarshiri i gjatë. Ne kemi revitalizuar 2014. Tash çdo dekadë me fut kanë revitalizim mendohet që Çka po na sheh ky revitalizim? Ndalemi konkretisht sepse thashë më herët qytetarët, respektivisht pronarët e bizneseve, nuk besoj që kanë lexuar komplet. Çfarë nën kupton revitalizimi apo cilat pjesë çarshis pritet që të ndryshohen sipas këtij dokumenti? se pari kaldërmizimi, nëse mund të quaj, i krejt pjesës së qashis, kjo që apëshojmë sot. Kjo në projektin që ne kemi implementuar së bashku me komunën në vitin 2014, revitalizimin e qashis së gjatë dhe të dzejeve, ne e kemi kry shtrimin e kaldërmit, që kjo është kaldërm, sepse për këtë kaldërm, në atë kohë, kryetari i tashëm, sepse ajo ka edhe profesion, 2-3 vizita jashtë shtetit, i ka bo me qëllim që me shku mi pa, mi shkëmby përvojat, me qashit e nxeshme dhe me pa qysh ata i kanë shtru. Kjo është rezultati. Tash nëse fillojmë edhe njerë me revitalizu, edhe njerë mu marë me këta, çfarë do të bëhet me zejet? Është shumë... I bjen që të ndalet puna edhe të fillohet me revitalizim. Largohen këto pllakat apo kubzat apo çfarë do të qofshin ato që po besoj shkojnë. Përmend aty edhe rrjeti elektrik ndër tokë, edhe rrjeti elektrik mbi tokë, edhe unë nuk po më kuptu.